Gati 4 vjet nga kryerja e masakrës në mbikalimin e Fushkrujës, ku mbetën të vrarë Brillant Martinaj, Diklen Vata dhe Besmir Hoxha, policia dhe prokuroria e Tiranës vijojnë hetimet duke arritur të identifikojnë një person nga Kosova, i cili rezulton të ketë sjell nga Gjermania në Kosovë makinën e përdorur në vrasjen e trefisht. Automjeti tip Passat është identifikuar të jetë sjell nga Gjermania në shtetin e Kosovës dhe më pas, personi që e ka futur makinën në këtë shtet tregon se ja ka lënë babait të tij, i cili mëtej ka vijuar duke e shitur tek një person shtetas shqiptar, të cilin nuk ishte në gjendje ta kujtonte. Hetimet e kryera kanë zbuluar se i njëjti mjet ka hyrë në territorin e Shqipërisë në një datë të papërcaktuar dhe nga persona të pa identifikuar, duke u përdorur më pas në ngjarjen e 17 korrikut 2022, ku në mbikalimin e Fushkrujës mbeti i vrarë djali i xhaxhait të Ervis Martinaj, Brillant Martinaj dhe 2 shokët e tij nga fshati Fushkuqe, Diklen Vata dhe Besmir Hoxha. Shtetasi kosovar, pas kryerjes së masakrës me 3 të vrarë, rezulton të ketë hyrë në Shqipëri disa herë. Ai është mbajtur në vëzhgim nga policia kriminale për të mësuar mbi vendet që do frekuentonte në Shqipëri dhe personat që do takonte. Nga i gjithë vëzhgimi, policia nuk ka arritur të përfitojë asnjë të dhënë komprometuese apo takime me personat që janë të dyshuar si të implikuar në këtë ngjarje të rëndë. Por pavarësisht kësaj, policia e Tiranës ka vendosur ta shoqërojë shtetasin kosovar dhe ta marrë në pyetje atë. Dihet edhe emri i këtij personi, por për shkak të rrethanave ku ndodhet tashmë hetimi, identiteti i tij nuk mund të bëhet publik. Ky person ka dhënë shpjegime në policinë e Tiranës, duke pranuar se makinën që është përdorur në vrasjen e trefisht e ka sjell ai nga Gjermania në Kosovë. Mjetin tip Passat, ai ja ka lënë babait të tij në Kosovë dhe është larguar sërish në Gjermani. Nga ana tjetër, policia ka marrë në pyetje babain dhe ai ka deklaruar se automjetin ja ka shitur një personi nga Shqipëria, të cilin nuk ishte në gjendje ta identifikonte dot. Shitja e makinës është kryer pa një akt juridik notarial, gjë e cila ngre dyshime të forta për kryerjen e lëvizjeve me qëllim humbjen e gjurmëve të personin që ka marrë automjetin. Pas marrjes në pyetje, 2 personat, bab e bir, janë lënë të lirë nga policia e Tiranës pa ngritur një akuzë ndaj tyre, qoftë dhe sigurimi kushteve dhe mjeteve për të kryer vrasje. Aktualisht, për këtë ngjarje të rëndë, policia dhe prokuroria e Tiranës kanë mbetur në këtë udhkryq, pasi e kanë pasur të pamundur të gjejnë blerësin pa letra të makinës dhe futjen e mjetit në Shqipëri. Passati dyshohet se ka çarë pikën e kalimit kufitar të Morinës në Kukës, duke mos u regjistruar në sistemin kufitar TIMS. Mjetit janë vendosur targat AA 156 OR, që i përkasin një makine tip Daimler Chrysler në emër të shtetasit me inicialet AL, i cili në vitin 2021 i kishte raportuar në polici target e vjedhura. Ndërkohë, silueta e këtij mjeti është parë vetëm ditën e 17 korrikut 2022, ku u përdor nga një skuadër personësh në vrasjen e trefisht. Për ngjarje në fjalë, është marrë në pyetje dhe ish oficeri i skuadrës operacionale pranë policisë së shtetit, i jeton Lami. Lami është marrë në pyetje vetëm pak ditë pasi ka dalë nga burgu, duke treguar se disa para ngjarjes, ai nuk ishte shoferi që ka shoqëruar me makinë Brillant Martinaj në fshatin Larush të Fushkrujës. Një herësh, për këtë ngjarje, janë marrë në pyetje 10 persona me rekorde kriminale, të cilët kanë dhënë pretendimet e veta. 2 prej tyre, gjatë marrjen në pyetje, kanë treguar se kur ka ndodhur krimi, ishin në ishullin e Kurfuzit në Greqi me pushime. Masakra e 17 korrikut 2022 në mbikalimin e Fushkrujës, ku u ekzekutuan në makinë Brillant Martinaj, Besmir Hoxha dhe Diklen Vata, tronditi opinionin publik në vend. Trupat e Brillant Martinaj dhe Besmir Hoxhës, pas vrasjes, u dogjën në makinë, ndërsa Diklen Vata arriti të dilte nga makina, por u qellua nga ekzekutorët pak metra më tutje. I vetmi nga 3 personat që ishte i dënuar në makinën e sulmuar me armë, ishte Diklen Vata, të cilin gjykata e Tiranës e kishte shpallur fajtor për akuzën e prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike. Ndërsa Besmir Hoxha nuk ishte asnjë çështje të regjistruar në prokurori apo të ishte i skeduar nga policia.
Edhe Brillant Martinaj, sipas prokurorisë, rezultonte i hetuar vetëm për vrasjen e policit të FNSH-s Giulio Prela, dhjetor 2020, por çështja u pushua dhe për vrasjen u arrestuan Redion dhe Sokol Hisa, të cilët më pas u deklaruan të pafajshëm nga gjykata e Lezhës.